Durrësi destinacion për të kaluar natën e ndrimit të viteve, por dhe ditët e para të vitit të ri. Megjithse jemi në atë që konsiderohet sezoni ullët, fundi i këtij viti i gjen strukturat hoteliere të rezervuara në të gjithë kapacitetin e tyre akomodues. Jo vetëm turistët nga rajoni zgjedhin qytetin mbretëtar, por dhe ata përtej oqeanit Atlantik. Këtë vit kemi një risi që hoteli është 100% rezervuar nga shtetet tuaj. Pra janë me komësit ndryshme. Kemi grupe nga Slovenia, Bullgaria, kemi edhe grupe nga Gjermania, të cilët arrin për shumë net, përveç se vinë për festën e vitit të ri, po shohin dhe kanë dhe itinerar për të vizituar Shqipërinë. Por ajo që është më e çuditshme, kemi një grup nga Amerika, të cilët kanë vendosur, janë diku te 30 persona që kanë vendosur të vinë ta kalojnë vitin e ri në Shqipëri. Hotelet janë duke detajuar elementet e fundit të dekorit festiv, ndërkohë që menuja e darkës së ndrimit të viteve do të jetë tërësisht shqiptare. Besoj që është tradita jonë që i tërheq. Pra, festa e vitit të ri në Shqipëri merr për masa shumë të mëdha, pasi për ne kjo është edhe një nga festat më të rëndësishme dhe mënyra se si ne e trajtojmë këtë festë, mënyra se si ne e organizojmë me gjërat tona tradicionale, me gatimet tona tradicionale dhe me mënyrën se si e festojmë ne, ndoshta mund të jetë shumë interesante për shtesët e huaj që ndoshta në vendet e tyre mund të festohet shumë më vakët. Zgjatja e sezonit turistik dhe kthimi i Durrësit në një destinacion të vizitueshëm nga turistë nga e gjithë bota është një fakt i pranueshëm nga të gjithë vitet e fundit. Ndërkohë, sezoni i vitit të ardhshëm pritet të jetë i suksesshëm dhe të nisë me risi të mirëpritura nga operatorët turistik. Në 2026 të fillon pak më herët sezoni që po pretendohet fillim rreth fundit muajit mars. Dhe cilat mund të jenë fluksit e para? Fluksit e para janë rezervimet e para janë shtetet austriak, të cilët kanë vendosur të vinë në Durrës për turet e tyre, se janë presim nga fundi muajit mars diku te 2200 shtetas austriak, të cilët kanë rezervuar në hotelin tonë. Kemi edhe një risi prap tjetër që po shtohen nga dita në ditë dhe turistët nga Anglia. Shtetet e Anglisë pothuajse janë gjithmonë prezente për hotelet e Durrësit, ndoshta tani me një numër më të vogël, por gjatë periudhës verës ka një kërkesë shumë të lartë.